Na intereson të dim, si do doni të ishit në jetë, HIV pozitiv apo HIV negativ? Une, ti jem pozitiv. Se? Ti jem pozitiv, ma mirë me kon pozitiv se sa me kon negativ. A keni në arsye? Po nuk e ti unë s'po me të kuptu ty bash mirë, s'po me kuptu këtë pyetje. Pozitiv, gjithmonë njëri ka qef tjetë pozitiv. Tash dikush ka qef nështë tjetë negativ, po unë për veti kam qef të jem pozitiv. Pa i qëndroj për ati konstatimit se po, dhe më thënë që është dëshira në pyetje dhe për shkak situatës e cila është momentërisht mjaft aktuale, mendoj po shoh se negativi është një përgjigje pozitive në këtë rast personalisht për mua. Hipotezë pozitiv. Se? Për arsyes ma mirë është me kanë pozitiv gjitha mënyrat. A keni arsye të fortë? Se zgjedh për shembull me qenë negativ? Pse me qenë negativ? Nuk po di tash çfarë negativ, pozitiv, tonë puna shkon mirë me kanë pozitiv njëre. Të gjitha punë, pa marrë parasysh çfarë pune me kanë pozitiv shkon mirë, a negativ? HIV pozitiv apo? HIV pozitiv. Çdo njeri ka qenë me qenë pozitiv. Pse a keni arsye të fortë pse nuk zgjedh për shembull negativin? Po nuk është gjatë kërkush më të keqen. Pozitiv është Në këtë rast HIV negativ është më keq, ndërsa HIV pozitiv e mirë, apo jo? po. Më mirë me qenë jetë është realist, me qenë pragmatik, Po për këtë pyetjen tonë, ke ndonjë përgjigje? po nuk mendoj se njeriu është mirë me qenë negativ në jetë. Mendoj që Po mendoni se është mirë me qenë HIV pozitiv? Po për çështjet të interesit kombëtar është pozitiv më mirë me qenë tash. Për atë.